Mikrofoni hapur nga Gens Paçuku në Window Radio.am. Mirë mbrëma të dëgjuar të nderuar të radio, mirë se erdhët në valët e radios. Jam unë Gens Paçuku, moderatori i Windows Radio që zakonisht ju flas nga Londra, por sonte jam në Rom. E kisha me dyshje për të bërë emision sonte apo jo, por e pash se nuk mund të rria pa ju dhe vendosa të improvizoj studion në Rom që të mos ju humbas. Të mos e humbas këtë mbrëmje me ju. Si fillim sapo erdha në Rom, takova kushërinë tim Toninin që më priti në aerodrom, që gjej rastin dhe ta falenderoj. Pastaj shkova në një vizitë në kishën e Shën Pjetrit në Vatikan, ku më shoqëroi një patriot i imi militor zoti Nul Uxha, që ka punuar shumë vite në Vatikan si restaurues. Përfitoj nga rasti ta falenderoj edhe nduen. Ajo që më bëri përshtypje ishte mënyra se si u futëm deri në kupolën e kishës, pasi aty megjithëse radha ishte e madhe, ne nuk pritëm as pak, pasi Nul Uxha ishte së një shpinë e vet, ku gjithë personeli i kishës i hapte derën dhe përshëndeste me respekt dhe dashamirësi. Dhe për të mbyllur mbrëmjen, vendosa ta mbyll me një bisedë në radio me zotin Bardhok Doda, biznesmen dhe aktivist i njohur i diasporës, një njeri i njohur edhe në qarqet politike italiane. Bardhok Doda, mirëmbrëma dhe faleminderit që pranuat ftesën. Mirëmbrëma dhe faleminderoj ju për ftesën që mbat dhe du të falenderoj gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, sidomos ato që ndodhen në diasporë dhe janë larg vendit ton, vendit më të bukur që ekziston në botë që është Shqipëria. Dhe faleminderit edhe një herë. Mirë se ju gjeta në Rom dhe mirë se erdhën në radio. Të falenderoj për si pranove marrë në Rom. Ishte për ne është një kënaqësi e veçantë që të kemi nesër pranë nesh dhe të takohemi nesër për fatin e keq sot. Ishte një ditë shumë e vështirë për mua. Ishte një ditë shumë e zonën, domethënë ta them një tamam në gjuhën geg, që unë nuk mund të vijë të takoja. Por megjithatë nesër do takohemi dhe do bisedojmë dhe është një kënaqësi e madhe të ju takoj edhe nga afër. Me këtë rast, me qenë se nxorët, falenderoj edhe unë për ftesën, ishte një kënaqësi edhe unë zakonisht sa të mundohem të mos i refuzoj, pasi unë i marr si vlerësim. Ka raste që ndoshta edhe i refuzoj sepse e kam të pamundur, por nëse kam 1% mundësi, unë do ta shfrytëzoj. Po me qenë se ra muhabeti që sot nuk u pam, edhe në telefon jema përgjigj me vështirësi, se më the që ishte në parlamentin italian, kemi komunikuar me mesazhe kryesisht. Ngarkes më tha, çfarë po bëjnë sot në parlamentin italian, konkretisht? Po, sot unë jam pjesë e koordinatorëve të Forca Italias dhe unë kam zyrën në grupin parlamentar, në grupin parlamentar Italias, si koordinator për shqiptarët në Itali. Dhe falë Forca Italias, falë shqiptarëve, sidomos shqiptarëve me mirësjelljen e tyre, me kontributin e tyre, Forca Italia bashkë me ministrin e jashtëm, që është Antonio Tajani, ku në falenderoj përzemërsisht jo vetëm atë për gjithë këta, që do jenë nesër prezent, kemi organizuar një takim nesër në sallën e parlamentit italian me komunitetin shqiptar për afrimitetin dhe bashkëpunimin mes shqiptarëve dhe italianëve, një afrimitet vllazëror, jo afrimitet politik, por afrimitet vllazëror mes nesh. Forca Italia është ajo pjesë që ne na ka hap dyrë gjithmonë, të fillu nga i pavdekshmi Silvio Berlusconi, presidenti i jon, i cili në vitin 1997 nga Bari mori 3 autobusa me shqiptar, ose si mund ta themi ndryshe, 157 shqiptar, dhe i ka marrë për 3 vite të tëra në shtëpinë e tij në Arcore, derisa i ka sistemuar gjithë me dokumenta dhe me punë në Itali, pa asnjë lloj interesi personal apo politik. Dhe ne sot ngjitemi këto fal atij, fal dhe disa eksponentëve tjerë politik të Forca Italia, siç është Erika Maceti, e cila ka punuar shumë për komunitetin shqiptar, ka qenë dhe në Shqipëri disa herë, biles dhe në fushatën elektorale 3 ditë, dhe beson në ne. Italia beson ne besojmë në Italinë sepse kemi ardhur dhe Italia na ka hap dyrë,
por mbi gjitha besojmë ne dhe unë besoj mbi gjitha mi shqiptarët, mi aftësinë e bashkomëve tanë, sepse kanë ardhur në Itali, kanë ndërtu familje, kanë ndërtu biznese, janë doktora, janë inxhiniera, arkitekta dhe politikanë shumë zot. Unë i falenderoj shqiptarët në Itali, por jo vetëm në Itali, por në gjithë botën, sepse jemi një komb, se jemi kombi më i bukur që mund të ekzistojnë në planetin tokë. Do më thanë, nesër në parlamentin italian zhvillohet një takim i diasporës shqiptare, por që do të ketë përfaqësues edhe nga parlamenti italian, apo jo? Po, do jetë ministri i jashtëm Antonio Tajani, që është dhe zëvendës kryeministër, dhe gjithashtu kryetari i Forca Italias, Partisë Forca Italia. Do jetë nën kryetari i parlamentit Giorgio Mulè, do të jetë deputeti Erika Mazzeti, Alessandro Bottilocchio, kryetari i grupit parlamentar në Rumi Paolo Barelli, do jetë dhe kryetari i grupit Forca Italias në Senat, dhe shumë e shumë tjerë. Mauricio Gaspari dhe shumë e shumë tjerë. Po atëherë qëllimi i këtij takimi do të jetë kontributi i shqiptarëve në jetën politike edhe ekonomike në italiane, si dhe besoj që nga shqiptarët do t'i kërkohet deri diku, megjithëse mendoj se nuk ka munguar kjo lloj kërkese, do t'i kërkohet autoriteteve italiane, ato që aderojnë në Forca Italia, që ndoshta të japin një kontribut edhe për sa i përket Shqipërisë, politikës në Shqipëri edhe situatës në Shqipëri. Meqenëse jemi këtu te situata bardhok, ne Ramën, qeverinë Rama, jo vetëm ne, por shumë kush e quhen narkoshtet. Domethënë si e njohin politikanët e Forca Italias, qeverinë Rama dhe Edi Ramën, e njohin se është një person që ka ndërtu një autokracie, një narkoshtet, apo si është dhe respektojnë si kryeministër Shqipërisë dhe nuk futën ma thellë? Nuk është puna të njoftja, unë nuk mund të përgjigjem se është një pyetje si do të bëhet eksponentëve të politikës italiane, ose mund të them eksponent të qeverisë italiane. Po në biseda private ndonjëherë e përmenin. Në biseda private, Edi Rama është një njerëz që ka kaluar çdo lloj kompetence politike dhe njerëzore. Këtë e dim gjithë. Por duke parë se Edi Rama është kryeministri i Shqipërisë, Italia, siç e dim gjithë, ka respektuar gjithmonë, jo vetëm të Shqipërisë, por çdo shteti tjetër ka respektuar kryeministrin, edhe pse mund të ketë qenë kundra, ai e ka respektuar sepse është një vend mik dhe respektohet si një politikan, një vendit mik. Pastaj të tjerat, unë nuk mund të jap përgjigjem për diçka që nuk jam në tagrin e përgjigjes për sa i takon mendimeve të politikës qeverisë italiane. Unë nesër nëse do kem kontakt me një nga ato, ndoshta duke qenë se unë nuk jetoj në Itali, mund të jemi çik më lirshëm edhe për t'ju drejtuar në një pyetje. Ja, nuk ka asnjë problemi, çdo lloj pyetjet mund t'i bëni edhe si moderator dhe si shqiptar i diasporës, por të jemi sinqert, ata na kanë ndihmuar shumë në ardhin e demokracisë dhe në vitet e fundit, sidomos Forca Italia ka bërë pamundërën që Partia Demokratike të vite në pushtet, që Sali Berisha të ishte kryeministër, por gjithashtu ka pasur disa distanca nga përsa i takon pjesë qeverisë, sepse qeveria është ajo që komandon dhe ajo që merr drejtimet dhe nuk mund të ketë një vend armik kur jemi një popull që kemi një misi 2000 vjeçare. E vërtet. Kush e organizon nesër këtë event? Këtë organizon e nderuara Erika Mazzeti dhe unë Bardok Doda. Shumë mirë. E ju personalisht, përveç angazhimeve në politikën shqiptare, domethënë nga me diasporën, po koordinatori i Partisë Demokratike në Itali, me sa ti unë jeni angazhuar përderisa bani edhe këto takime dhe keni qenë në parlament dhe keni kryer një farë urë midis Forca Italias dhe Partisë Demokratike në Shqipëri. Patjetër që jeni i angazhuar në politikën italiane. Po, unë jam koordinator i Forca Italias për shqiptarët. Dhe më kanë dhënë për shqiptarët. Po, më kanë dhënë këtë privilegj tjen. Po, kam punu shumë që për marrëdhëniet.
një marrëdhënie që në vitet kur ishte Lulzim Basha, kryetari i Partisë Demokratike, ishin ftoftë dhe ishin distancu krejtësisht. As sa unë kam pas dhe kontestime në disa raste, domethënë sepse njerëzit thoshin nuk kemi pas mbështetje nga Partia Demokratike e Shqipërisë, deputet të Forca Italis, të cilët kishin pas disa kontestime me zotin Basha dhe disa largime, domethënë një ftofje diplomatike shumë të ashpër, edhe pse jemi një parti si motër me Forca Italia në Partia Demokratike, sepse jemi në Partitë Popullore Europiane. Por duke kuptuar dhe duke punu me seriozitet dhe pa ingano dhe pa asnjë lloj interesit personal për interes kombëtar, këto është arrit, domethënë që të kemi të bashkëpunim dhe është arrit që nesër dyert e Parlamentit Italian për herën e parë në historinë e vet hapin dyert për një komunitet të huaj, që është komuniteti shqiptar. Edhe unë kjo është arsyeja që erdha me thënë të drejtën, sepse e vlerësova si shumë serioz këtë lloj takimi, edhe thash Falenderoj. E di se ke lënë shumë punë, Gens, por doja të kisha afër. Edhe e vlerësoj edhe ftesën për kontributin që ke dhënë dhe vazhdon e jep për të ardhmen e kombit tonë. Edhe e vlerësova ftesën edhe të falenderoj edhe një herë që më dha mundësi të marr në Rom edhe në një tempull të demokracisë italiane. Do të falenderoj Tonin Simoni, i cili Toninit i kam thënë, ose Tonin, i ke punë të keq me mund nëse nuk vjen Genci. I thash ishte i tip kërcënimit. I thash Tonin, thash e di se ke thënë provë të vështirë, thash edhe unë prandaj një arsye që pranova ftesën është edhe prezenca, edhe me që se ftesa erdhi nëpërmjet atij tek unë. Atëherë me çfarë po themi ne, mendojmë edhe besoj se ose po ju pyet, a mendoni se politika italiane është e interesuar goxha për Shqipërinë, ndoshta më shumë se sa për shtetet tjera, apo thjesht aq sa apo në nivele është shumë interesuar për Shqipërinë. Dhe mos se politika italiane dhe ministria e jashtme, ministri Tajani ka organizuar bashkëpunim me Marco Albertin, që është ambasadori i nderuar Marco Alberti, ambasador i Italisë në Shqipëri. Kanë bërë disa projekte dhe do vazhdojnë nga java e ardhshme, do vazhdojnë, që janë për sensibilizimin e popujve, janë për nimen që do jap Shqipërisë edhe për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Si në biznes, në politik, në arsim, në mjeksi, në shkencë dhe në shumë gjëra tjera. Po nga ana tjetër, a janë shqiptar të angazhuar dhe të interesuar për politikën italiane? Po, kanë filluar të jenë. Sepse fillimi i këtij projektit që kam vazhduar me grupin në Roms, që unë duhet t'i falenderoj gjithmonë, jo vetëm të Roms, por gjithë Italisë, por fillimi ishte me të Roms. Ka qenë një fillim shumë i vështirë, jemi sinqert, sepse njerëzit nuk ishte besimi se do të kishte një afrimitet nga politika italiane, por duke arrit nga mund ta quajmë nga objektiv, nga fitoria në fitore, që ne të kemi mundësi dhe falenderoj Forca Italia, nuk nalëm asnjëherë ta falenderoj çdo ditë dhe çdo natë, për mundësi që na ka dhënë. Shqiptarët po fillojnë dhe besojnë këtë projekt, sepse shqiptarët duhet jenë të bashkuar dhe shqiptarët do të ecin me dinjitetin dhe identitetin e tyre edhe në politikën italiane. Dhe kjo më jep më shumë entuziazëm, sidomos tek rinia, që unë po takoj shumë rini këtë ditë dhe do ketë shumë rini nesër në parlament, që të cilët janë kurioz, por mbi gjitha kanë dhe dëshiren që të kontribuojnë në politikën italiane, por dhe në politikën shqiptare, se avash do vijë edhe momenti që të kthehen edhe disa në Shqipëri dhe të kontribuojnë ta marrin Shqipërinë në dorë, sepse siç është sot Shqipëria nuk ka një politikë reale, vjen keq ta them, por nuk ka një politikë reale. A ka paragjykime në të ndërsjellta shqiptarët për italianët dhe italianët për shqiptarët, apo në vitet e fundit kanë filluar të zbehen ndoshta deri në mund të ketë 1%, 2-3% anasjellta, si nga një krah dhe nga krah tjetër. Nuk ka se ka ndonjë
Mund të ketë 1%, nuk e besoj sa arrin 1% ka edhe mes ratave dhe mes të komeve brenda vetës, jo ma, po dakord, në përgjithësi nuk ka paraqykim me besoj. Absolutisht, unë nuk e shoh, jam sjell në gjithë Italinë, kam taku shqiptarë në të gjithë Italinë, kam taku dhe italianë në të gjithë Italinë, por kemi kriju atë që ne na mungante respektin e qenit I lirë. A mund të shohim në të ardhmen kandidatura shqiptare për parlamentin italian? Patjetër se po. Kemi një akord me Forza Italin, kemi bën një akord të cilin është I nënshkruar, I cili është I nënshkruar dhe thot në çdo provincë, fshat, qytet, por për deputet dhe senator dhe eurodeputet, senatori do të pranohet nëse është I lindur në Itali, mund të ketë të drejtën shqiptar të kandidojnë. Jo mund të ketë drejtet, por I kërkohet shqiptarëve që të kenë pjesëtarin e vet. Pastaj është forca ti sa mund të fitojë. E kuptoj, më ke thënë pak sa më tu o Bardok për arsye se ne jemi shqiptarë dhe vetë Shqipëria nuk ju ka dhënë kuota emigrantëve në diasporë, ndërsa Italia një shtet I huaj, njerëzve që nuk janë italianë mundohet ju vënë kuota. Pastaj nga aftësia që kanë patjetër sa nuk do t'i fusin në listat mbyllura si në Shqipëri, por të paktën ju jep kuotat e veta, edhe pastaj kush ka vota mund të fitojë. Një gjë e cila nuk ndodhi, fatkeqësisht nuk ka ndodhur në Shqipëri në tjetët e fundit, duke I kthyer shpinën diasporës që unë mendoj se diaspora ka element që mund të japin kontribute të fuqishme në zhvillimin e politikës dhe pastaj politika sjell edhe zhvillime të tjera. Se unë po marr një shembull tani, Bardok Doda, pa dashur të thurë elogje, po unë kam ndjek aksionin tuaj politik, domethënë koordinator në partinë Forza Italia për shqiptarët, për emigrantët shqiptarë, me kontribute të forta, që do t'i përmend disa që nuk ka rrit me I vënë kush edhe nga ata që janë nivel I lartë politik, që paguhen për politikë, se nivel I lartë politik nuk mund të thonë që nuk jeni, as ju po, ju të paktën s'paguhen, ndërsa në Shqipëri ka njerëz që paguhen edhe nuk kanë bën as sa keni bën ju, edhe në Shqipëri Partia Demokratike nuk gjeti kurajen që ndoshta Bardokun, ndonjë Bardok tjetër apo dika tjetër, të fillon të paktën që ta shtrinte dorën nga diaspora me qëllimin e mirë, që të afrojmë njerëz që të kontribojnë për Shqipërinë, se ai është vendi jonë dhe ne duhet ta shohim mirë e më mirë. Edhe kjo më vjen keq, po. Jam shumë dakord me ty për atë që thu. Unë, siç e kam thënë edhe herë tjera, unë personalisht nuk është se më është kërku, por jam pyet përsa I takon pjesës se du që të kandidoj për deputet apo të jem në listat mbyllura, atë nuk e di. Por para 3 muaj, mos themi 4 muaj para se kjo, jam pyet direkt nga lideri jon Sali Berisha. Dhe është një diçka që unë kërkesa ime, përgjigja ime kërkesë si ka qenë kjo. Sa im ka thënë cili është posti jot, dhe unë I kam thënë, nderuar doktor, posti im është ky. Unë du që të vinë demokracia në pushtet dhe Partia Demokratike në pushtet. Nuk kam asnjë kërkesë personale, kur të vinë pushteti do bisedojmë. Dhe nuk kam pas as edhe një herë, nuk kam kërku që të kem një post, se unë kam dëgjuar shumë rrallë se kanë thënë se unë kam kërku poste as edhe një herë, dhe për të është zoti Sali Berisha, doktori është gjallë. Nuk kam kërku as një herë poste, por kam kërku që vetëm të kemi bashkimin e diasporës, të kemi Shqipërinë e madhe, kemi Shqipërinë e bukur dhe Shqipërinë demokratike. Dhe emigrantat, ata që dëshirojnë të kthehen në vendin e tyre dhe të jetojnë si evropian, jo si jetojnë sot në mënyrën masketare si mund të ekzistojnë në Europë. Se mund të jemi sot një vend I krahasuar për sa I takon korrupsionit dhe disa gjëra të tjera, sot jemi ne baraz me Sierra Leone, maksimumin e respektit për shtet, se mos do të ofendoj asnjë shtet dhe asnjë kombë, si Sierra Leone apo shumë tjera vende afrikane. Pra si nuk është e vërtet, sepse Partia Demokratike nuk, Sali Berisha, jo Partia Demokratike, nuk ma ka bërë këtë kërkesë, jo duke ma citu se çfarë posti dën, por ku është vendimi jot, duhet ta shpjegoj mirë,
Dhe unë i kam thënë vendi dhe pozicioni im është një fitoria e demokracisë dhe bashkimi i diasporës, jo vetëm në Itali, po në gjithë diasporën. Pra, Bardok, me qenë se justifikoj vetëm me lejo ta justifikoj edhe unë, jo për ty, por për dëgjuesit e radios, kush më njeh mua, unë kam shku në një rast në Shqipëri dhe organizova një protestë që thirra unë. Edhe kur isha në oborin e Partisë Demokratike, filluan e më thanë disa, "O zotni, kush je ti? Ne jemi tash 30 vjet këtu, edhe erdhe ti nga Londra", sepse ata pretendojnë se aksioni im politik, ashtu si aksioni jot politik, ishte për interes ose për të përfituar diçka. Edhe unë, ashtu siç tha ti, origjinal ju kam thënë, unë kam marrë të ndihmoj të fitoje opozita, të largojmë Ramën, pastaj në momentin fitojmë, unë largohem të punojmë prap aty ku jetoj në Angli, edhe pastaj postet do t'i merren ju. Unë jam kontribues dhe nuk jam në shërbim të interesit tim. Se njerëzit kanë filluar tani të shohin, nëse kontribon, ata mendojnë se ti e ke mendjen diku tek interesi. Jo, Shqipëria ka edhe njerëz që kontribojnë që të fitojë vendi pa pas interes personal, se në fakt po fitoj vendi, kemi fituar edhe ne. Zoti Gens, unë ta citova. Nuk thash Partia Demokratike, unë thash Sali Berisha. Se Partia Demokratike ka nevojë për rinovim. Prandaj thash unë që e kuptoj që keni dhënë kontribute pa interes asnjë interes personal. Po. Asnjë lloj interesit personal. Dhe as nuk e kam kërkuar dhe as nuk e kërkoj. Kërkoj vetëm që të bashkoj diasporën dhe diaspora të ketë identitetin e vet. Që takim që bëhet nesër, ka të bëjnë edhe me 10.000 shqiptar që kanë heqë dorë nga pasaporta shqiptare, sepse janë zhgënjur nga politikat të dy kravet në Shqipëri. Po, me qenë se jemi ke diaspora, do me thënë nesër po një takim i diasporës, ky është takim i diasporës shqiptare në Itali, apo edhe më gjarë? Ky është i shqiptarëve në Itali dhe nuk ka përcaktim. Po, e kuptoj. Do me thënë që në të ardhmen besoj që po duhet dikush që ta hedhi hapin, sepse ne nga një herë në biseda mes nesh, themi shumë gjëra, po askush nuk e merr iniciativën. Unë jam gati të mbështes çdo lloj iniciative, por edhe më marr edhe unë, po ndoshta s'kam takat më marr, që diaspora tani mos ngelemi në rangun e një vendi Italis, po diaspora në mbar botën, diaspora shqiptare besoj që ka koha që të bashkohet edhe të gjallërohet, të aktivizohet për të kontribuar. Ajo që thotë ju, politika në Shqipëri le shumë për të dëshiruar dhe me thënë drejtën, besoj që është e domosdoshme ndihma e diasporës, jo vetëm ndihma me votu, me thënë shkova votova, por edhe në vendimmarrje. Duhet marrë pjesë. Ndihma e diasporës, zoti Gens është kjo. Se ndihma e diaspora ka sot, po të themi 60% të komunitetit shqiptar. Dhe të gjithë fëmijët që kanë lindë në diasporë, po studiojnë në Angli, në Amerikë, në Itali, në Gjermani dhe shumë vende të tjera të botës. Dhe këta persona janë sot për sot, po aktivizohen në politikat e shteteve të tjera dhe janë njerëz të respektuar. Unë du që këta persona, kjo inteligjencë, ky gjak i pastër i shqiptarit të kthehet dhe drejtoj Shqipërinë. Do me thënë, ëndër për mua. Po, do me thënë, shtetet e huaja, kryesisht perëndimore zhvillora, po nga gjithë bota kanë marrë shqiptarë të formuar në Shqipëri edhe i kanë përdorur me sukses për nevojat e tyre. Ndoshta ka koha që Shqipëria t'ia u kthejë vizitën këtyre njerëzve që po përgatit bota zhvillume, që ata janë shqiptarë faktikisht në gjak, e në origjinë, po përgatiten në shkollat e tyre më të mira, t'ja marrim hakun, t'ja marrim edhe t'ja aktivizojmë në Shqipëri. Jo të marrim hakun për të realizojmë Shqipërinë evropiane, të realizojmë Shqipërinë demokratike evropiane. Hakun tojza, e ti marrim, e të fillojmë të bëjnë një punë edhe nga Shqipëria, sepse unë i kam thënë në zyrë Sali Berisha, si kam thënë doktor, ne jemi një popull i vogël edhe i njohim njerëzit të cilët mund t'i shërbejnë vendit. Pra, duhet t'ju shkojmë ne atyre, t'i kapim për krahun, t'i themi hajde, a ke dëshirë
të kontribosh për vendin. Edhe jo të presim që të vinë, si ka njerëz që duan të kontribojnë, por ndoshta nuk e kanë guximin me hy, pasi në Shqipëri është shumë e vështirë të hysh në rangjet e larta të politikës, sepse të asgjësojnë me njëherë të paftit që ka politika aty brenda. Atë të paftit tremben. Të aftit duan njerëz akoma më të aftë, se vetëm kështu fitohet e vetëm kështu ecë përpara. Tani, unë ka kohë që ju ndjek. Ju kam ndjek në Facebook, ju kam ndjek edhe në televizor, në aktivitete në shumë gjana. Edhe ajo që më ka mua përshtypje që duhet ta them, jo me ta thënë ty se ti e ke bën atë punë, por ta jo them dëgjuesve, edhe pastaj ata gjykojnë. Në kohën kur lideri i opozitës Sali Berisha ishte i shpallur në ngrada dhe ishte totalisht i izoluar nga faktori ndërkombëtar, gati izolu ashtu edhe sot. Ishit ju Mardok që sillet në Tiranë deputet italian dhe madje kemi parë edhe në fushat. Sa e vërtetë ka qenë për t'i bindur këta të vinin në Tiranë në mbështetje të një lideri politik që dy fuqitë e mëdha, Britania e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e kishin shpallur në ngrata. Tash, unë du t'i falenderoj, ata janë dy personazhe të politikës italiane, njëri nga i cili është Alessandro Batilocchio, që ka qenë edhe eurodeputet, dhe tjetri është Erika Mazzeti. Ka qenë një punë, një besim që kanë pas ata në komunitetin shqiptar dhe në mu, por kanë pas edhe i besim sepse në politikën shqiptare do të ndryshojë diçka. Jo të heqim atë apo të vëmë këtë, por të ndryshojmë, të kontribojmë në demokracinë shqiptare. E vërteta është se ato kanë ardhur, unë kam pas ftesën, kam pas falenderoj dhe Antonio Tajani në drejt, sepse është kryetari i Partisë Forca Italias, do ta falenderoj gjithmonë, që u ka dhënë mundësinë që ata të vinë në Shqipëri. Ka qenë më shumë se mund në momentin e realizimit, për mu ka qenë një gëzim, si mund të mos kem thirrë edhe gjithë natën nga gëzimi. Si ai fëmia i vogël që u realizu dhe kjo. Po pra. Por unë du që politika është Partia Demokratike ta vlerësoj këtë. Dhe doktor Berisha ta vlerësoj këtë. Jo atë është te unë, se sa tek vetë Forca Italia dhe vetë Antonio Tajani. Dua që ata ta njohin kontributin këtyre të ndërruarve deputet që kanë dhënë vetë ndërrumit ministrit të jashtëm Antonio Tajani. Por sa bën Partia Demokratike këtë të shitë të lam kohës, sepse jemi edhe para zgjedhjeve, nuk do që prononcohemi, sepse është një moment delikat, shpresojmë që të jetë një moment vendimtar i bukur dhe i rinovueshëm. Uroj që të jetë dhe i rinovueshëm. Lideri është lider, nuk ka Parti Demokratike pa Sali Berishën dhe s'ka Sali Berish pa Parti Demokratike. Pastaj rinovimi ka vende tjera që mund të rinovahet. Unë në fakt nuk du të përmend emra, po janë disa që janë politikanë profesionistë në Partinë Demokratike që shëtisin Evropën, madje shkojnë deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe nuk e di sa ku janë sa pensionista dhe bëjnë fotografi, edhe i shesin si arritje sikur këta tani bota e gjitha do të rrotullohet rreth Shqipërisë, por kam pyet veten shpesh herë, ore, si ka mundësi që këto shkojnë, bëjnë fotografi dhe nuk e sollen një person në Tiranë që të mbështesi Partinë Demokratike dhe opozitën në tërësi, pasi ka nevojë për një mbështetje, për një frymëmarrje, besoj se është një lloj oksigjeni për opozitën, vizita e elementeve të politikës botërore, nivele të larta, jo pensionista sikur shkojnë do bëjnë fotografi dhe na shesin sikur tani e mrapa ne e shpëtuam vendin, edhe nuk e kanë sjell qoftë edhe në Shqipëri. Pra thash që më ka bërë përshtypje ajo sakrifica juaj dhe kontributi juaj për të sjellë jo jemi personalisht bashkë me gjithë
shqiptarët që më kanë qenë afër, që më kanë qenë afër. Patjetër që edhe mbështetja shqiptarëve, luan në rolin e vet, por edhe iniciativat personale besoj që e kanë atë firmën dhe autorsinë tonë. Në pak sa kam studiuar zoti Genc, në pak sa kam studiuar politikë, se mund të jetë pak në si mund ta quajmë në kush. Unë kuptoj se politika nuk bëhet me foto. Fotot janë shumë bukura, janë promovim. Por fotot nuk janë shpëtim, fotot, me pak fjalë. Nuk janë shpëtim. Atë pra kam thënë edhe unë, sepse ne nxjerrim fotografitë, por nuk nxjerrim asnjëherë çfarë u bisedu, sepse mendoj që nuk kanë mundësi të bisedojnë, sepse i nderuar Bardogdota, unë duke jetuar në emigracion edhe unë 31 vite, kam kriju një përshtypje edhe nuk ka njëri që të ma mushi me nësash ndryshe, shqiptarët, me thënë të drejtën, kanë një ndjenjë inferioritetin ndaj të hujve, edhe i vetëm shqiptarët mund paraqiten si barabartë me të huj, janë shqiptarët e diasporës, pasi ata jetojnë aty, edhe njohin mentalitetin, edhe e kanë guximin edhe deri në përballje. Prandaj them unë që në politikën e jashtme sidomos, e në marrëdhënie me botën e jashtme, Partia Demokratike nëse do më bë përpara, duhet me çdo kusht të aktivizoje edhe njerëz nga diaspora, sepse kanë guximin, kanë autoritetin, kanë energjinë, edhe nuk kanë frikë njëri. Unë jam i sigurt se shqiptarët që shkën me hyn dogan, ato tremen nga vulat. Pastaj si mund shkën me bisedu me ata të tjerë. Ata të tjerë nuk janë bisha, nuk janë përbisha. Ata janë njerëz si ne, janë shumë të respektueshëm, por shqiptarët e kanë ndjenjën e inferioritetit. Ndërsa shqiptarët e diasporës e çujnë veten gati si të barabartë. Kur ti për shembull nixon emrin ose mbiemrin Tajani, nuk është se ti ke respekt për atë figurë politike italiane, edhe për atë kontribues, por kur shkon e bisedon, nuk i shkon si servil, por shkon si barabar. Respekton hierarkinë, por ama nuk e ka problem të bëjë bisedë. Po jam i sigurt se një politikan nga Shqipëria do të ndjej shumë inferior para atij. Prandaj them që është momenti që ne duhet grëmojmë thellë e gjam asetet që i duhen politikë shqiptare për ta vënë rrotlla edhe për het përpara. Shqipëria ka nevojë që mos dhe as kur më shumë që në kohën e Gjergj Kastriotit, Skënderbeu, ka nevojë për diasporën. Jo vetëm Partia Demokratike, por edhe Shqipëria. Dhe gjitha ato që thati, unë e pranoj, sepse nuk bëhet politika në inferior. Politika bëhet të ulesh në një tavolinë dhe të bisedosh, të gjesh një akordi politik i cili do të jetë për të marrëdhëniet e mira dhe të mirëqenien e dy vendeve që përfaqësohen. Dhe këta jam shumë dakord. Mund të jetë edhe çdo forcë politike, se siç jemi ne sot, si jemi në opozitë, marrëdhënie mes forcave politike ku të forcohen. Mos sjellja në Shqipëri, nuk mund të përgjigjem unë se është personale që mos t'i sjellim në Shqipëri. Apo nuk kanë pranu ato të nderuar të atje që kanë bërë foto, atë nuk mund ta them unë. Unë them se Shqipëria në qoftë se nuk i hell syt nga diaspora, unë mendoj, sidomos Partia Demokratike, unë mendoj se edhe për 20 vitet e ardhshme ne do gëzojmë me Tiranën. Dhe këtë e them, do me thënë me një keqardhje shumë të madhe, sepse ne sot jemi në një autokraci, siç është një demokraci të brisht, në një demokraci autoritare, siç është Turqia, Kina, apo shumë vende tjera, por nuk kemi as edhe një lloj drejtet që ne të mendojmë si popull i lirë, ne, shqiptarë që janë në Shqipëri, mendojmë si popull i lirë, apo të veprojnë si popull i lirë. Dhe nëse nuk hedhin syt nga diaspora, nuk hedhin syt nga vendet mike, nga Partia Popullore Europiane, nga Pentagoni, që sot për sot kemi dhe fatin, kemi dhe të djathën në pushtet në Amerikë, dhe të bëhet një politike vërtet, një afrimitet i vërtet, është shumë problematike për të ardhmen e kombit tonë. Unë uroj që Edi Rama nesër të ketë vëndërheshin ose tjetër zu, por e shoh shumë vështirë.
nuk e shoh me shumë optimizëm se ai ashtash dhe i kollajt që të largohet. Nëse nuk ka pjesë edhe diaspora. Unë mendoj se nuk është as shumë i vështirë për ta largu, po unë besoj se organizimi nga ana e opozitës nuk është i atij niveli që mund ta dëmtojë Ramën, se Rama është lehtësisht i rrëzueshëm me ato çfarë ka sot. Ai ka punu këtë për smrapsh. Nëse Bardok, unë nuk do të pyes ty sepse unë di vetë që ti në qarqet e Partisë Demokratike nuk shifesh me sy të mirë, sepse ata të shohin si një person që ti ban më shumë se ata edhe të kanë frikë, por do të pyes për Sali Berishën. Ajo është mirë njohës Sali Berisha për kontributin që keni dhënë këto vite dhe sidomos në lidhjen në kthimën e marrëdhënieve të mushta Forca Italia me Partinë Demokratike. Po, e tham po. Ama për të gjëra tjera, korridoret është i disha e vogël që mu nuk më ban as pak për Jam dakord, unë nuk po të pyes sepse unë e di si me çan aty domethënë. Unë si me çan aty unë e di se ata në qoftë se shohin dikant që është i aftë edhe kontribon, ata kanë frikë se thonë ky do të na zonë vendin, sepse ata vendin nuk e kanë thënë me merit, e kanë thënë vend pa merituar edhe prandaj nuk bajnë as punë. Unë në një rast kam gjetë njënin edhe afrova kur isha në dekën e Partisë Demokratike në Londër, ai ishte më i ri se unë, më me shkollë se unë, më i aftë se unë. Edhe i kam thënë hajde, sepse unë atë çuj kontributo Bardok. Jo atë që jap vetë si person duke marrë shkurre mas vetës njerëz pa aftë që duke mund më i aftë. Kontributi im është që gjë armën më të fortë se vetën, se këto kontribute duhet t'i japim si rregull. Gjë një më të mirë se vetën sepse ai na duhet në përballje. Jo një më të tokë si vetën. Nuk e di çfarë të përgjigjem Genci. Jo, them që je shumë i drejt për drejt dhe për këtë përgëzoj sepse je shqiptar i vërtet. Por për sa i takon pjesës korridoreve të Partisë Demokratike, unë nuk kam hyrë aty për post. Unë kam hyrë për momentin, kam hyrë vetëm se të mëj Partinë Demokratike dhe të mëj kombin shqiptar. Sepse ti jesh i Partisë Demokratike do të thosh ti jesh advetar, se këtë e kemi në statut. Por Sali Berisha është mirënjohës, më ka qenë mirënjohës, kam pas disa takime, disa telefonata, disa shpesh me zotin Sali Berisha, me liderin ton. Do më thanë që ai është dhe do ngelet lider sa tjetë historia e kombit shqiptare do tjetë i person që do shkruhet në libra. Dhe për pjesën tjetër, të thamë sinqerisht, nuk është se më jep pas një lloj bezdijet, sepse një fjalë vjetër popullore dhe shumë maloke mund ta themi është shifi kokën dhe prej kapelen. Kështu si nuk është se jo, është vërtet, po hecë mushi men aty se si janë edhe çfarë pretendimi është ke ti për shkak që në kur e ke energji shumë i pasur për të kontribuar, ata prapë të shohin si rrezik për në një pozicion apo ndonjë tjetër. Nëse Bardok sa e organizuar është diaspora në Itali politikisht. Kam po që keni sa kundërshtit vogla. Po, ka disa përplasje, të cilat për fatin e keq organizohen gjithmonë nga disa persona në Partinë Demokratike, si që thellët i ma parë, por është i grup do më thani inexistent. Janë disa persona që mas orës dhe darks, fillojnë dhe bajnë projektet politike, mas i të kemë marru dhe shishin e vers, fillojnë e bajnë projektet politike dhe ajo do më thani ishte edhe fundi i tynët që organizunë dhe dërnin të organizonin dhe një protest në Milano, ku ishin 12 veta, ishte një turb për atë që çfarë ban mi diasporën shqiptare në Itali. Okej, tani ata se cili është i lirë, jemi në demokraci dhe se cili është i lirë të mendoj dhe të veproj si mas dëshirë. Po, me qenë se ndoli ajo, nuk kam dhe një informacion të madhe ajo protesta që thatë për në Milano. Ajo protesta, a ishte koordinimi aty në Partinë Demokratike në Tiranë? Po, ishte. Po, atëherë, a mos ndoshta dhe vetë Partia Demokratike nuk është e qartë në veprimet e veta dhe nga njëherë, ndoshta duke mundu për mirë, mund të filloje e të hapi përplasje, kontradikta edhe defekte në organizim? Po, le ta vazhdojnë, unë për vete nuk Demokratike ose postin si koordinator unë kam personal ose kam i diçka që unë du ta mëri me forcë. Ata janë të lirshëm të veprojnë. Unë në drejtimin tim, si që ka që nga dita parë, me grupin e Romës që Tonini ka qenë gjithmonë prezent,
ka qenë kjo, Bashkimi i Diasporës. Partia Demokratike, unë jam demokrat që në vitin 91, dhe jam gjithmonë dhe do vdes demokrat. Por nuk është se kam, si ta thash, nuk është se kam ne parashikim se unë do ta marr atë postin, nuk është se ajo ai Kolltuku është i imi. Ai Kolltuku mund të jetë i çdo kujt, dhe unë urrej se çdo kush që ta marr atë Kolltuk të bëjnë më shumë se unë, por unë prapë kur nuk do të më alohem me projektin që kam. Unë bashkë me këtë grup të mrekullueshëm, djemshë vajzash, burrash e grash, se unë nuk di si t'i falenderoj projektin për Bashkimin e Diasporës. Dhe me dalë zë. Kjo është projekti. A ka në një hapësirë për të bashkuar, domethënë për të bashkuar me mbledh me njerëzit që kanë mendim ndryshe për ta qenë hallin, për të shtrenjtë dorën, për të kërkuar bashkëpunim, për hir të një interesi më të madh se sa të një përplasje si të një ambicie personale apo të një smire se dikush po punon më shumë. Askuj asë dhe njëherë nuk i ka myll derën. Asë dhe njëherë dhe nuk do t'ja myll kur. Ama projektet janë bashkimin e shqiptarëve dhe mbrojtjen e kombit shqiptar dhe ardhjen e demokracisë në pushtet. Këto janë projektet e mia. Kush që mendon ndryshe, ndoshta nuk don që të ulet në tavolinë me mua. Për poste personale, unë nuk kërkoj, nuk kam kërku, dhe është diçka të më thanë që sot për sot edhe mund të flitet, se ai e ka si koordinator dhe do ta mbroj si koordinator, unë nuk e mbroj, unë mbroj atë idetë e mia dhe projektet e mia bashkë me grupin, cilin e di se më njohin shumë mirë dhe e di se asnjëherë nuk janë kundra meje, a janë ato do të thonë për bashkimin e shqiptarëve. Për bashkimin e shqiptarëve dhe hecin gjithë bashku si vëllezër, ashtu siç na ka mësuar Gjergj Kastrioti dhe Skënderbeu që jemi gjithë bashkë. Unë kam parë deri diku që më ka bërë përshtypje me të drejtën që po politika në tërësi në Shqipëri ka nevojë për ndryshim emancipuar, besoj unë, politika nga gjitha krahas, domethënë që një frymë perëndimore, e demokracisë perëndimore, hyrën në politikën shqiptare, edhe këtë lloj fryme mund ta sjellin në përgjithësi diaspora që ka jetuar një kohë të gjatë dhe ka marrë një farë kulture perëndimore. Por ajo që kam pa është që duket se partike, më fal për shprehjen, po i fusin hundët shumë në diasporë, domethënë që në vend që diaspora të sjelli kulturën politike perëndimore, vjen vetë politika e Shqipërisë nga të gjitha krahët, edhe do me futë edhe në diasporë atë kulturën talibane, atë kulturën anëndollake shqiptare të konflikteve, të mos bashkëpunimit, të mos angazhimit, të mos ku ta di unë. Ndoshta edhe kjo duhet pa deri diku nga të dyja palë që partitë politike në Shqipëri mos të fusin shumë hundët në anën organizative siç i bajnë në Shqipëri, por edhe shqiptarët e diasporës duhet të jenë autoritar në kuptimin e kësaj që nuk duhet të lejojnë tani hierarkia politike e ka ca rregulla, statusi ka ca rregulla, patjetër, por që deri në një farë mose nuk duhet pranojnë që të bëhen vegla. Diaspora mund të jetë bashkëpunëtore, por jo vegël për të pranuar diçka që thonë ata. Unë nga ajo që nuk kam pranuar që të jem vegël, bashkë me grupin, mund të kemi pas edhe këto organizime, siç e thënë ti shumë mirë, disa grupeve tjera nga Tirana. Por, ditë më të zëdigen, sepse ne kemi vetëm 35 vite demokraci të brishtë. Dhe duhet paktën të kalojnë 50 vite, sepse frika, si që thënë ti shumë mirë shqiptar, frika e marrjes Kolltukut është shumë e madhe, sepse unë ti dhe gjithë emigrante kanë ndërtu jetën vetë. Kurse ato që ndodhen sot për sot në politikën në Shqipëri, po hoqë Kolltukun do thotë se u ke hekur edhe bukën. Pra si ato duhet të mundohen në çdo mënyrë që ta mbrojnë atë Kolltuk, që të jenë superior dhe të hecin me të gjitha intrigat e tyre që mund të mendojnë, nga të gjithë krahët politik, që të jenë superior dhe të marrin postin që kanë.
Është një libër i Marxit, për fatin e mirë nuk e kam lexuar, por disa pjesë në ku thotë për në diasporë, si që dhe ti, për shaj dhe sunna. Se në qoftë se diaspora bashkohet, i diçka që ata nuk e dojnë, as i krah politik në Shqipëri për fatin e keq, nuk do një diasporë bashkume, por do një diasporë cop-cop, që nesër t'i kërkojnë votën dhe diaspora mos t'i kërkoj as i gjë aty ne, vetëm mundësisht t'i financoj, për shaj dhe sunna është pjesa më e bukur. Sepse duke përshaj diasporën, ato sunojnë në të gjitha mënyrat dhe bajnë sipas shefit tyre, siç banë edhe mes votimit të fundit me diasporën. Diaspora mund të ketë në një formë tjetër angazhimi apo thjesht vetëm të angazhuar nëpërmjet partive politike, domethënë në një angazhim tjetër i diasporës. Angazhim tjetër, unë tham vetëm të jemi të bashkuar, nuk ka problem me pas parti politike. Nëse diaspora është e bashkuar, diaspora e din ku e ka vendin e vet, sepse atje është toka jon, atje është vendi jon, atje është gjaku jon, atje janë prind tan, atje janë varrezat tona që janë gjëra më kryesore. Dhe nëse diaspora din që të bashkohet, diaspora din edhe të drejtoj vendin. Edhe unë kështu mendoj, pra një themon që ndoshta nuk e di tani se ne nuk rrim të bëjmë dot edhe prova gjithkohën, por ndoshta një tentativë tjetër sepse diaspora në fund fundit nuk ka në arsye, diaspora a më shumë patriotike duhet jetë sa politike. Diaspora është patriotike. Dhe unë kam nisë që në fillim i patriotike. Pra një them pra që ndoshta do ta shohë situatën një çik edhe me patriotizëm, sepse sa Shqipëria, ne nuk jetojmë në Shqipëri dhe nuk marrim asgjë nga Shqipëria, vetëm çaqojmë, po nuk kemi interes personal o bardhok në për Shqipërinë, po kemi interes kombëtar, kemi interes të gjakut tonë, kemi interes të vendit tonë, edhe duhet ta kemi një farë egoizmi, se si ne, pse ne ta lëm atë vend në atë situatë, domethënë që ta përdhosin ata lloj politikanësh e ta bëjnë vend nga një vend i bukur, nga një vend i dashur për ne, ta bëjnë në një vend të pajetueshëm, në një vend që mos më të marrë mëndë i përshku. Prandaj ne duhet jemi çik më patriotik, kur them ne, nuk them unë ti, por në përgjithësi diaspora, edhe të hyjë me energjikisht, të ndërhyjë dhe të marrë fatet në dorë. Është e padiskutueshme ajo. Është e padiskutueshme se gradualisht edhe ajo do të vinë. Gradualisht edhe ajo do të vinë se diaspora do të marrin fatet e vendit në dorë, pa interesa ekonomik dhe pa interesa politik. Atë thjesht përparimi i vend që në fund Shqipëria nuk ka një vend që s'bëhet. Po bën Shqipëria, çfarë duhet ne me jetu në emigracion? Shqipëria është një vend ku është vendi më i pastër në Evropë, ku nuk mungon nafta, gazi, ari dhe çdo gjë që mund gjendet në çdo vend të Evropës, Shqipëria ka gjitha mbrenda. Turizmi, male Alpet e bukura, pika turistike që mund të bëhen për ski, çdo gjë që mund t'i afrojë Zoti një vendit, ja ka ofruar Shqipërisë, po për fatin e keq i ka ofruar dhe politikan ose një qeveri siç e kemi sot korruptume, që do në çdo gjë për vetë dhe ta grabis dhe ta ketë veten. Në oligarkët e vet. Mor me qenë se na përmend këtë qeveri tani, hajde ta diskutojmë edhe pak për qeverinë. Sot ato kanë miratuar kanë miratuar një rezolutë që njohin Iranin si shtet terrorist diçka të tillë, nuk e di se si mund ta formuloj tamam, se s'e kam lexuar dhe mirë. Në një kohë kur ata nuk arrin për shembull të votojnë një rezolutë për të njohur pushtimin serb në Kosovë si genocid. Si ka mundësi më kaq keq pa simpatia në shqiptarët, kaq pa fytyrë. Si morën guximin ato me votu? Tash marrja si morën guximin, nuk them si morën guximin me votu Iranin, po ata faktikisht kur s'kan votuar për genocidin serb në Kosovë, nuk duhet ndërhyjnë të çana tjera, se duken pallabra, duhen çana këtë kod palidhje. Politika jashtme për fatin e keq të Shqipërisë, nuk e kemi pas as edhe një herë. Ja, por se Elisa Spiropali nuk që e keshë. Ajo shkej mor dekorat në Kiev, shkej i bani do punë. Pa shumë mirë, ajo e ndërrume, ka bade ato... Jam të bashkë ka pardok, besoj se e kupton ironin, po shishtë... Pa e kuptoj shumë mirë, por shika, ne për fatin e keq nuk kemi pas ministrit jashtme. Jo, zero. Edhe duke pa ministrat e jashtme, shef qa nivelli përfaqësimi politik kemi. Dhe duke pas se, të shi, Irani me të vërtet është një shtet terrorist, të edhim gjithë. Ka i vrau 24.000 veta, i vrau vetëm protestues të vendit vetë të ri dhe të reja, se protestuan që kërkun demokraci. Por,
që unë, si që theti shumë bukur, dhe du ta përsëris unë i tham vlla Aleksandar Vučić, se sot janë 13.800 gjak i joni shqiptar të Kosovës të humun dhe ai pa pikë turbit nuk e pranoi një rezolut kundra Serbisë, por i paftyri del dhe ban rezolut kundra Iranit, kur Irani ne nuk na njeh se jemi as si kom. Ore, përveç asaj, kur se ka bën Gjermania, kur se ka bën Franca, kur s'po bën Italia, që na duhet ne me fund atje. Aq thellë, Në fal fakt, kush e ka kryeministrin më gjatë? Jo, kryeministrin e gjatë super në metra e kemi na. Pra, po kallamin e Merrera. Po, e vërtet. E vërtet, është e vërtet. Është e çuditshme, nuk e di se ne, shiko, unë mendoj që Roma i ka plotësuar të gjitha kushtet për ta rrëzuar, jo për ta rrëzuar në kuptimin, po për ta degeneruar, për ta nuk e di si të them, nuk po gjej fjalën nga se kam një ndjenjë nervozizmi sa herë flas për atë Palasho që e ka kthy atë vend në një kosh plerash, jo vish plera në kuptimin fizik, po dhe plera në kuptimin që ka prish kulturën e njerëzve, si njerëzit tashti nuk bëjnë as televizje, vetëm si është me interes, edhe nuk e di sepse ne nuk po arrim ta gjojmë veten aty ku duhet për ta rrëzuar ata e për ta larguar një herë e mirë. Unë nuk e kërkoj fajin Kerama, Bardok, unë e kërkoj fajin ke vetja jonë dhe njerëzit shpesh më thonë ti je kritik, po jam kritik sepse ne kemi fajin se ai njeri, ai është aty. Se ai ka plotësuar gjithçka, domethënë që duhet për ta rrëzuar në mënyrë kështu madje edhe të dhunshme. Nuk e di pse nuk e mësojmë. Tani unë kam bërë një ftesë, unë të falenderoj edhe një herë se ti je pjesë e jona nesër, e cila do të jetë vetëm një nisëm për bashkimin e diasporës. Kjo është vetëm një nisëm, takimi tjetër do jetë shumë shpejt në Milano dhe pastaj do fillojmë edhe në shtete tjera, që të kemi takime me shqiptarë që e mendojnë siç e mendojmë ne, që një bashkim diaspore për të dalë vetë atë dhëut. Shqipëria, diaspora për atë dhëut. Dhe ne të mendojmë se çfarë mund të bëjmë ne, sepse çfarë po bëhet atje, atë të jem shumë i sinqert, nuk kam përgjigje, sepse nuk e di përgjigjen si mund ta jap. Bardok, unë komunikoj me shumë njerëz, edhe me radion, edhe jashtë radios, në të gjitha, edhe sidomos me diasporën, duke qenë edhe vetë pjesë e diasporës, edhe unë shikoj se ka interes të madh nga diaspora. Problemi është organizimi. Tani nëse ne e marrim seriozisht dhe mund të organizojmë diçka, unë kam bindjen se diaspora do të fillojë, sepse duket sikur ka zona që janë tek, por duhet bëhen bashkë dhe po bëhen bashkë, jam i sigurt se janë uragan që këdo që të dali përpara e fshin. Besoj që ne na intereson vetëm bashkimi dhe kur ne jemi bashkë, ta garantoj unë se ne mund të marrim fatet e vendit tonë në dorë dhe ta çojmë Shqipërinë, t'ia japim atyre që e meritojnë me të ri dhe me të reja, që Shqipëria të jetë jo vetëm një shtet në Bashkimin Evropian, por të jetë një Zvicër e dytë, sepse me potencialet që ka Shqipëria, sot Shqipëria për 10 vite mund të jetë Zvicër. Edhe unë e kam thënë për 10 vite punojmë me mentalitet skandinav, ne nuk ja shtojmë dorën as Zvicrës. Unë me këtë rast Bardok desha të them një diçka që për shembull, një shembull organizimi është takimi i po ne shqiptarët kemi një gjë o Bardok që për shembull nuk bëjnë thirrje asnjëri për bashkim, po kur e bën thirrje dikush i thotë po nuk shkoj për ata, jo po ky kështu, jo ky ashtu. Ne shqiptarët duhet t'i ulim i çik tensionet, duhet t'i ulim gjakrat, duhet t'i ulim xhelozit, duhet ta ulim smirën, edhe të jemi bashkëpunues, sepse Bardok edhe mrena familjes nuk bie dakord me gjithë njerëzit e shtëpisë, pra edhe ne gjatë bashkëpunimit, gjatë vazhdimësisë të gjatë punës, mund kemi edhe mendime të kundërta, po kurse si këta nuk duhet të shërbejnë si arsye për ta nisë një punë edhe pastaj për të përshah. Duhet që të jemi tolerant ndaj njëri tjetrit, sepse mendimet e kundërta janë sekondare, por ajo faza finale edhe drejtimi jon për të shërbyer Shqipërisë është një dhe është për të gjithë.
Në çdo vendim, si koordinator për Italinë apo kryetari i Romës, mund ta themi ç'të dush, si ta dush ti. Unë as edhe një herë të vetme nuk është se është bën një proces verbal, sepse unë kam vendos në qoftë se Kurumi nuk e ka thënë 51%. Nuk sem personalisht do Bardok, po për këtë diasporë. Vetëm jep një sekond. Ne kemi një problem shumë të madh që na kanë lënë otomant. Që ne, do më thënë, të kundërshtojmë njëri tjetrin për mos me qenë kur bashkë, por me bërtit gjithë për një herë. Dhe kjo është një problem shumë i madh. Përfitimi personal i cili nuk vjen duke qenë vetëm, dhe këto jo garantojnë se cili kushdo si tjetë ai. Përfitimi personal politik, si disa e mendojnë në disa shtete, në Itali, sidomos Itali, se Italia bani atë bumin e daljes në media, apo në bashkimin e shqiptarëve, apo krijimin e partive, degëve, njëna tjetra, e mendojnë se unë em të post sepse unë do të përfitaj, dhe i herë u bëj thirrje, leni postet, sepse postet nuk ju a jep njeri, sa do që të lpihesh, sa do që të rishqut, sa do verë të pishti, dhe sa do të flasësh me deputet, apo me ministra, apo me këtë dushti, në qoftë se nuk keni grup, në qoftë se nuk keni zemër të hapur, në qoftë se nuk keni bashkëpunim të sinqert, pa intriga, asnjëherë nuk do të arrish në asnjë vend. Dhe unë qoftë se ne kemi arrit sot to, kemi arrit vetëm për një gjë që është, domethënë, më themelorja dhe më e bukur që mund të ketë ndonjëherë, sepse asnjëherë ne nuk e kemi pa njëri tjetrin, ky është më lart apo ky më poshtë, por kemi pa një grup të bashkuar dhe kemi menduar gjithmonë të njëjtin mendim. Se nëse do të bëj kjo, dhe kur është bërë akordi, është votuar me vot se si do të bëhet, dhe ndoshta mund të them mi 70% të rasteve dhe duke qenë kryetar vendimin e ka marrë shumica, ndoshta unë s'kam qenë dakord, por ama unë kam pranuar gjithmonë shumicën, sepse një më shumë kur bëhen 15 veta dhe ti e 14, ai që ka qu dorën sipër dhe ka votu, do të thotë se din edhe diçka tjetër që ne të 14 tjerë nuk e dim. Pra se kjo ka qenë gjithmonë ajo mendimi dhe kryesorja për mu një jetë politike, për sidomos një jetë të bashkimit. Dhe këte do ketë çdo secili që t'jemi bashkë, sot për sot janë 55.000 shqiptarë që kanë votu demokratike në Itali, pavarësisht se nuk kanë shku atë do ta marrë përsipër Partia Demokratike, sepse ne nuk na ka dhënë as edhe një lloj informacionit dhe as një lloj mundësie që ne ta mbrojmë votën. I kam thënë Berishës në zyrëm, ka thënë, i thash atë votojmë, doktor thash apo do të na vjedhin? Jo, tha, do ta mbrojmë votën. Më ka thënë zyrë dhe faktikisht atë edhin Partia Demokratike, nuk mund ta di kryetari, Sali Berisha, atë edhin ato që ka caktuar Berisha dhe ato ta marrin përgjegjësinë. Duke filluar nga sekretari i përgjithshëm dhe gjithë në radhë. Ata nuk e nduan as një përgjegjësi me sa shofunë, sepse edhe në fitore, prap ekipet e forta, edhe kur fitojnë e gjejnë një defekt që mund të ketë pas, edhe fitoria ka defekte. Unë besoj që ata nuk kanë asnjë defekt. Gabim katastrofik mund të them, se nuk u bë analizë për humjen. Gabim katastrofik. Se edhe po të fitosh o Bardok, duhet bëni analizë, sepse po se bëne nuk e mban dot fitore, nuk e mbron. Nuk e mbron mas 4 vitesh. Po pra. Bardok, është vërtet. Kjo është Radio Windows që drejton Leonard Koja. Unë ju falenderoj. Leonardin e falenderojmë bashkë të dy. Patjetër se po. Sepse Leonardi ka kriju hapësirat e nevojshme për çdo lloj diskutimi, debati edhe fjale për organizimin e diasporës. Pra du me thënë që Bardok në çdo rast, kjo radio do të jetë zaj fuqishëm i diasporës që sonte jeti, nesër do të jetë tjetri, pas nesër do të jetë tjetri, edhe ne do t'i analizojmë situatat edhe ndoshta të gjithë bashkë edhe na mushet menja me bënë i punë se jemi keq. Unë ju falenderoj herë përzemërsisht ju, radion tuaj dhe mbi gjitha flokun Majnë Leonard. Dhe vetëm një kërkesë kam për ju, nëse më lejoni. Po, patjetër që po. Të mundohemi të kapim shqiptar
që e kanë të njëjtin mendim, por dhe ata që nuk kanë njëjtin mendim ta kuptojnë qëllimin ton që ne kemi nevojë sot për njëri tjetrin dhe Shqipëria me të vërtet ka nevojë për ne. Nëse ndonjëherë ka pas nevojë Shqipëria për ne ashtu sot. Ne Pa pra, ngjyrë politike. po, unë emisioni im quhet mikrofoni i hapur, që është i hapur për të gjithë, për këdo. Do me thënë që sonte ti do fole ti me kërkesën time, nesër nëse dikush tjetër do të doje të replikojë, të kundërshtojë apo të japi një ide tjetër që ta ndjeki edhe unë edhe Bardoku dhe pjesa tjetër, pastaj i balancojmë ajo që është pozitive nga të dyja krahët e marrin, pjesën tjetër e lam sepse edhe mësojmë nga njëri tjetri, nga kritikat, unë besoj se mësohet. Nga kritikat janë të mira. Kritika është fitoria në demokraci. Atë pra them edhe unë, pra kjo radio është e hapur dhe do të jetë e hapur në çdo moment, edhe kjo radio është radio diasporës që do t'i shërbeje organizimit dhe bashkimit të diasporës. Në çdo moment, jo vetëm Bardok Dota, po çdo person tjetër, se mos të duket sikur i dham mundësinë Bardokut të tjerë s'kan mundësi, çdo person tjetër që ka një fjalë, ka një angazhim, ka një mendim, ka një ide, ndoshta do me qenë ai lideri, na thot, ne mbështesim, po duhet që të na bindi se e ka seriozisht edhe diçka din edhe është interesuar. Është interesuar, pra radio është e hapur, po ta them ty, po ja them gjithë njerëzve që na dëgjojnë në diasporë, që kjo radio momentalisht e ka si obligim, e ka si objektiv angazhimin e diasporës për interesat e shqiptarëve. Nuk duhet ngelemi tek interesat personale tonat, po tek interesat kombëtare. Edhe çdo njeri është i ftuar që të thotë fjalën e vet. Dhe unë uroj që të jenë sa më shumë. Uroj që të jenë sa më shumë. Dhe të jemi sa më shumë bashkë. Rrof Shqipnia, rrof kombi shqiptar, rrof diaspora për Shqipninë. Bardok, është kënaqësi me fol me ty, po të kam pas se ke thënë jashtëzakonisht i angazhuar, edhe i lodhën këtë ditë. Edhe nuk du me të maj ma gjatë, sepse... Ashtë kënaqësi, kjo lodhje për mua është kënaqësi nesër kur të shoh gjithë dhe ta për meje. Pra ndaj pra po them, edhe unë të maj ma, pasi duhet jesh edhe nesër aty dhe ke një ditë gjatë, edhe... Miro takofshin, ju falenderoj përzemërsisht ju, zotin Leonard Koja, radion tuaj dhe çdo shqiptar që po e dëgjon këtë intervistë sonte, dhe shpresoj që të ndëgjojmë shumë shpesh dhe me intervistat tjera që nuk do të jem unë prezent të ndëgjoj dhe të kemi sa më shumë shqiptar si ta prohen ides për t'i dalë zot Shqipërisë. Kaq është. Edhe një herë të falenderoj, edhe të përgëzoj për nismën që ke marrë, edhe me sa mundësi, si në mënyrë individuale, edhe si media, mundohemi me çdo kusht, me çdo mundësi, me çdo sakrificë, të mbështesim, sepse mbështetja pa sakrificë nuk ka mbështetje. Pra duhet sakrifikojmë të gjithë nga pak nga vetja, po për një gjë, për interesin e përgjithshëm, për interesin kombëtar, për atë Shqipëri të vogël që po zvogëlohet për ditë. Edhe një herë falenderoj, edhe të uroj natën e mirë, edhe të dëgjohemi nesër. Natën e mirë. Unë e fiste, jo me radion, po unë e fiste dëgjohet. Falenderoj çdo shqiptar, çdo person që na ka ndjek sonte. Faleminderit shumë. Qofsh me nderë. Të nderuar dëgjues të Window Radio, unë Gens Pasjuku, moderator i Window Radio, ju kam folur sone nga Roma në një bisedë me Bardok Dotën, po në Romë. Pra, kemi bërë këtë studion time si studio lëviz, se nuk e di nga të ty flasim të martën tjetër, por gjithsesi rëndësi ka jo vendi se ku flasim, por ajo që flasim, që të jetë diçka në shërbim të vendit tonë, në shërbim të Shqipërisë. Siç e thash edhe pak më parë me Bardokun, çdo individ i interesuar si nga Shqipëria, si nga diaspora, i interesuar për të dhënë një mendim, për të dhënë një ide, ose për të bërë edhe një kritik, është i mirëpritur në çdo moment të na dërgoje një mesazh, edhe ne do t'i japim mundësinë për të folur, jo vetëm në emisionin tim Mikrofoni i Hapur, por edhe në jetët e tjera me moderatorët e tjerë të radios.
Për sonte e mbyllëm pak shkurt, me qenë se Bardoku ishte I lodhur nga angazhimet që ka pasur këtë ditë, angazhimin që ka nesër, por herë tjetër ndoshta do të flasim më shumë. Ju falenderoj që na ndoqët, ju uroj gjithë të mirat, edhe mirë dëgjofshim me mua të martën tjetër, ndërsa me të tjerët moderator të radios nga nesër në mbrëmje. Ju falenderoj edhe një herë, kalofshi bukur, natën e mirë. Mikrofoni hapur nga Gens Paçuku në Window Radio.am.